Ministri Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla në vijim të turit të dëgjesave me fermerët për hartimin e skemës kombëtare 2026 zhvilloi takime në qarkun Shkodër me 2 ndalesa në Shkodër dhe Malësi të Madhe, duke vijuar dialogun e drejt për drejt me fermerët mbi nevojat reale të sektorit bujqësor. Gjatë dëgjesës me fermerët, i shoqëruar nga kryebashkiakët, Ministri Salla theksoi rëndësinë e dialogut të drejt për të reflektuar mbi problematikat ekzistuese dhe për të ndërtuar një skemë më gjithëpërfshirëse e të drejtë. Jemi duke menduar për të krijuar SHBB-t, bashkimet e fermerëve që lidhen me një ekonomi tjetër. Duhet që ne të jemi të bashkuar në ferma më të mëdha, në mënyrë që ne të përfitojmë nga fondet e tyre, por edhe të krijojmë një ekonomi të vendit më të madhe, duke qenë se bashkia do të futet në rol si garanti i procesit të punës tuaj, ku ju do t'jeni bashkë, se cili ka fitimin e vetë, gjithë bashkë me bashkinë, me të gjithë garancinë sovrane që ka vënë qeveria shqiptare, prej 250 milion eurosh, garanci e cila ju mund të aplikoni për një kredi 2% interes, dhe ne hym garant, bashkia hym garant, dhe se cili për jush ngrej fermën dhe ngrej një tjetër nivel punën dhe biznesin e vetë. Skema kombëtare 2026 do të bazohet në parime të qarta dhe të barabarta për të gjithë fermerët, pasi integrimi në Bashkimin Evropian rrit sfidat për sektorin dhe gjithashtu kontrollet. Secili nga ne do ta ndijë veten pa përgatit dhe do themi që ç'është ky Bashkim Evropian, ne kërkuam vetë, po pasa edhe probleme të tjera. Përveç se ka një fond të gjatë madh për të mbështetur dhe për të aplikuar, edhe për të përcithur fondet dhe për të na mbështetur ne si qeveri në sektorin bujqësor, por edhe problematikat që lidhen nga ushqimi, nga siguria ushqimore, nga procesi, nga fidani deri tek vjelja e produktit, dhe për ta çuar në tregun vendas dhe në tregun evropian. Por ne nesër do të jemi një lloj produkti, si këtu, si në Europë, si këtu tek ju, dhe Milano, dhe Berlin, dhe kudo tjetër. Me bashki do të krijojmë një model shumë mirë dhe duhet që t'i them dhe bashkive sot që në sportelet e tyre duhet që hapen aplikant dhe të vendosim persona për t'ju shërbyer ju, për të aplikuar ju, për të pasur një dosje të saktë që ju mos keni probleme në çdimin e procedurave të cilat lidhen në aplikimin ndaj AZBR-s. Turi i dëgjesave për skemën kombëtare do të vijojë edhe në qarqe të tjera të vendit, me synimin që politikat mbështetëse të ndërtohen mbi kontributin e drejtë për drejtë fermerëve dhe në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.